Do të rikthehemi këtu në pjesën e dytë dhe pjesa e parë na shoqëroi me të vërtetë me muzikë shumë të këndshme, na bëri që të ngjallemi pak dhe të kërcejmë. Kurse tani në pjesën e dytë Urdina do të gjejmë fillimisht këngën hit dhe më të suksesshme të Michael dhe Ghetto Jeezy Cinnamo dhe më pas do të mësojmë si të kërcejmë. Po patjetër. Okej, do ta lëm ty prezantimin. Duhet të mësonim si të kërcenim, që ta kërcenim me këtë këngën. Do të ta lëm ty prezantimin e asaj pjese. Më mirë shojmë një fillim këngën dhe rikthehemi pas pak. Gjithçka që unë e thash, pytu do të m'pak tash i ke rapis më po do më kthyti prap Pse unë qon mesazh, jo më së m'thujnë fal Ato që e ke bo vazhdo jet luda më së naj Ta falja zamrën e ta dhash në respektin ma t'madh Zamrën ta beso me ke pas vajnin e veçan Kudo që je kon mu gjithëm ke pas për mas Amo kod na ka ndryshu na dy mos jena tash Se kena mujt na dy në shkëllqyr bashk Amo ti e zi dhe gurin hupe diamant Kena mujt na dy në shkëllqyr bashk Amo ti e zi dhe gurin hupe diamant S'po du me talon faji Amo sytë du bëkaj E di që t'kam anë mani Amo ka ndryshu këtë djali Shanet ka ndryshu me Cinnamo, 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 Si fundit e si pari Bashkë s'jena më Po jenë të se më traskarari Bashkë s'jena më Dashnia jem shko fundet dhe pse nas s'jena më Që askun s'jena më Gjithë që është më me mundet tash mos ko kur qo S'jena më E më me fillimin Për para e kom fundin Kur to je këtë timin tjetër kujt që ja fundin Vete ke po filmin me dy role kryesore zamën Unë jëm lilet i aktore Ti nuk e dit mu me mrujt Unë e dit që ke mujt Po ke gaburar Qato më nuk jene në Ti ki shek me po t'u fujt Po pa mu s'ki me mujt E kam pator Qato më nuk jene në Shanet ka ndryshu me Cinnamo, 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 Cinnamo S'po du me talon faji Amo sytë du bëkaj E di që t'kam anë mani Amo ka ndryshu këtë djali Shanet ka ndryshu me Cinnamo, 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 Cinnamo Ja të kemi rikthyer sërish në studio mi të dashur duke dëgjuar Cinnamo, një këngë që kemi mësuar gati përmendesh të paktën refrenin tekstin e kësaj kënge. Ndërsa tani jemi gati për të mësuar disa taktika shumë breslënse se si ne të kemi një elokuencë të trupit, të mësojmë të bëjmë lëvizjet e zhdërvjellta, të kërcejmë bukur. Ti Daniel hyn te grupi i atyre çunave që kur shkojnë në pub femrat shikojnë dhe duan të kërcejnë apo tërhiqesh? Patjetër që femrat unë du të kërcej me femrat dhe femrat duan të kërcejnë me mua. Patjetër. Ke taktik në lëvizje? Këtë, domethënë
të lëm një numër telefoni dhe të marrin të thonë gjithë ata që Daniele kërcen bukur, gjithë ata që e kam provuar. Okej, unë që nuk kam menduar se haria .c maksimale të kërcimit, kam menduar të perfeksionoj disa nga lëvizje duke ndjekur disa këshilla profesionale nëpërmjet koreografit Tam Brama. Për këtë arsye, kemi shkuar në një ambient tepër të këndshëm me kameran tonë, do të shohim se çfarë na ka mësuar ai deri në fund të intervistës, të bisedës dhe cilat kanë qenë tendencat kryesore të kërcimit përgjatë kësaj vere që ne kemi lënë pas. Talk to me, you look like you can really give it to a nigga from the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guard. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my niggas is at. Okay, let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. Sigurisht është verë, duam të dim të kënaqemi, duam të dim të kërcejmë, duam të dim edhe mos të turpërohemi kur kërcejmë. Në fund të fundit duam të bijem në sy për mirë edhe në klubet e natës kur po bëjmë ato lëvizje shumë interesante, të paktën të duket sikur dim pak nga koreografia për i vërteti. Edhe për këtë arsye ne kemi zgjedhur që të zbulojmë disa nga sekretet që të rinjt janë shumë të interesuar ti përvetsojnë. Ndodhem këtu me një koreograf i cili është i shfaqur nëpërmjet punës së tij në shumë klipe muzikore dhe në shumë numra koreografik. Përshëndetje Tani, na fal për kohën që të kemi marrë, sepse je në mes punës dhe mirë se ju kemi gjetur. Faleminderit edhe juve që erdhët këtu. Është reklam normalisht kjo intervistë jetë sa më e bukur e këndshme dhe pse jo të kërcejmë në fund fare. Shpresoj që të mësojmë diçka konkrete. Tani, juve keni qenë shumë aktiv gjatë kësaj periudhës së fundit. Muaji gusht duhet të jetë ndoshta ndër më të ngarkuarit për ju edhe pse për një pjesë shumë të madhe të njerëzve i dedikohet pushimit. Thash që duam të dim se si të kërcejmë bukur dhe çfarë janë ato këshilla që ti do të ofroje për gjithë ata njerëz të cilët janë ende duke zhvilluar pushimet e tyre dhe e kanë shumë qejf dhe pasion kërcimin. Tani ato që duan të kërcejnë normalisht primare nuk është e thënë që të kesh edhe të kesh një koreografi gjatë kërcimit ose që të shkojmë në një klub ose në partin veror ose aty ku janë pushime, nuk është që duhet të kërcejmë patjetër një koreografi, por të marrin disa baza maniera që mos të ndjehen keq para partnerit, si që qëllon ndonjëherë kur kërcen ndonjë vajzë bukur edhe ndjehesh keq ose pse të sa po u treguat pak paragjykues, thatë që të dukesh bukur para partnerit, do të thotë që femrat e kanë më problem kërcimi sepse unë di të paktën që meshkujt janë ata të cilët tërhiqen më tepër. Cilët janë ata persona që kanë më shumë kërkesa, djemtë apo vajzat? Jo, unë e thash që kur shikon një vajzë që kërcen bukur, tërhiqen meshkujt tonë, si t'ja bëjmë, e thash edhe për kompliment faktikisht, por unë në grup kam shumë goca, mund të them kam 20 goca dhe 6-7 çuna. Po që gocat janë shumë të shkafta dhe kërcejnë shumë bukur. Edhe nëse hidhet një koreografi në palestër, janë ato që mësojnë më përpara kërcimin. Që djemt janë më të tërhequr se sa vajzat kur bëhet fjalë për të mësuar kërcimin. Po sepse gocat janë më të shkafta, janë më serioze në punë, kurse çunat janë të rrallë. Faktikisht çunat që kam unë janë shumë serioze. Edhe janë shumë çkafët, sidomos këto të fundit edhe. Po gocat nuk e tërheqin mbrapsht, gocat janë shumë të shkafta dhe i marrin shumë seriozisht gjërat. Kjo është ajo që do të them. Mënyra se si e keni ideuar studion tuaj, palestrën tuaj, është shumë e bukur, shumë trend, shumë origjinale dhe të jep hapësirën për të krijuar ide dhe ato ide ti përçosh pastaj nëpërmjet lëvizjeve. Cilat janë kërcimet, rrymat që ju më tepër i ofroni të interesuarve? Duket sikur jemi në një street dance apo diçka që qëndron midis hip-hopit, rrymave moderne dhe diçka tjetër që ju na i thoni tani? Po, faktikisht erdhi një shoku im këtu, Sidi, edhe e pa Tana do i thashun çfarë mund të bëjmë diçka ke kjo palestër, ishte shumë e thatë, tha, ma le mund dorë. Për gjysmore, kishte as fotografi, as gjë në dorë, morëm sprajtat, vetëm të thoje çfarë po bën tani ky. Kur e pash në përfundim,
u ngela kështu edhe erdhën kanë shumë veta që të bëjnë edhe koreografi. Po në bazë të kësaj unë merrem me street dance, pop, rrymave moderne, ça janë të kohës, ça videoklipet shfaqen më së fundi. Një klip të fundit ku jeni shfaqur sapo nda me teleshikuesit eksperiencat tuaja, po dua të ndalemi konkretisht. Ku e shohim tani ne, ku e shohim këta të rinj që kanë përvetësuar nga aftësitë tuaja koreografike? Tanin këtë rinj të shikojnë, sa shikojnë tanin, kështu me flok të lyra bjond, i kujtohet si Sinan Hoxha praktikisht, që s'ka lidhje fare me grafitin, Edhe kam bërë shumë klipe faktikisht edhe nuk di të veçoj se ke kush klip ke kush jam në kupton, po unë merrem vetë klipe, vetë koreografitë e mia xhirohen edhe hidhen në YouTube, ku aty vetë këto të rinjt, nëse do të shikojnë koreografitë e mia, mund të klikojnë aty tam brenda, dalin aty gjithë. Sa jemi duke i shfaqur ndërkohë në ekran, ndërsa do të rikthehem sërish tek puna juaj këtu në studio që në fakt mendoj se është vetëm një përqindje shumë e vogël e punës tuaj. Kam përshtypjen që terreni është ajo që ju preferoni për të mësuar shumë të rinj se si mund të lakojnë lëvizjet e tyre, se si mund të veprojnë. Më thoni një eksperiencë tuaj janë shumë të veçantë që keni pasur këtu në Shqipëri ose edhe jashtë? Eksperiencë kam marrë pjesën me grupin vjet në Battle of the Year 2014, po, vjet 2014, ku morëm pjesë ishte Balkan si një konkurs vetëm për kërcim, vetëm për breakdance. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, po edhe e vështirë, sepse ne në Shqipëri duam gjëra të bukura, po asnjë nuk hedh për sponsor ose të na mbështesi. Nuk të mbështet njëri dhe kemi ikë me forcet si vetë grupi, më kupton? Edhe jemi mbledh, na u desh shumë kohë për të ndërtuar koreografin, por na që s'kishin mundësi disa nga grupit u dërhoqen, edhe kemi mbledhur javën e fundit, nuk doja të riqa. Javën e fundit për t'ikur atje, po dolem shumë mirë. Dolem nga 16-17 grupe, dolem vend 5. Paraqitja e kishim me dëshirë, kur e ke me dëshirë të ecim gjithmonë mbar, si nga veshja, si nga koreografia, si nga stili, edhe po, na pëlqyen shumë aty. Ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Siç e thash, nuk doja të riqa mbrapsht. Duhet gjithmonë të eci përpara, i jepja grupit kurajo, o do bëhet kjo o s'ka, thosha. Edhe kjo ishte më ka ngel në mendje. Shqiptar, sidomos ata që ndodhen këtu në kryeqytet, ndoshta të ndikuar nga këto rrymat e huaja që vijnë apo që shfaqen në klipet e këngëve shqiptare, ka ndoshta edhe kërkesa ekstreme ndonjëherë apo kërkesa të çuditshme. Jeni përballur me të tilla? Ka patur të rinj që duan të mësojnë, nuk e di, diçka që ju ka lënë brez? Të rinj që janë këngëtarë apo kanë dëshirë të përfshihen në kërcime koreografike, të cilat përmbajnë trend në vetvete? Zakonisht këtu vinë edhe që kanë një uri shumë pak, që kanë parë në për televizor, po edhe që nuk e njohin fare, domethënë. Ku hidhet koreografia, vinë këtu dhe thonë, shiko se unë bëj këtë gjë, ose unë diti bëj të gjitha, dhe kur vinë këtu nuk din fare. Mos gënje, them, po edhe që i bëj të gjitha, dije se s'ke bëj gjë fare. Gënjej shumë. Gënjejnë, po i del puna aty pastaj, edhe kur kërkojnë, më thonë, a i thot du të mësoj këtë gjë, i them unë, du të mësosh anë, pas e kalim këtë tjere. I vetë koreografia pastaj ka dhe që dorëzohë, që gjë mos e dorëzohë, dhe më, si kapin do të, sepse i duket koreografi e bukur këshu, po kur futen këtu pastaj atëherë thonë, si ti boju një harrojnë, edhe ngelin si kunguj, kam një kunguj aty, edhe ulem aty, prandaj më pyetej që parë, qa është ky? Kush? Ja, besoj se do e kapësh koreografin. Shpresoj që po. I përshtatemi asaj që ofron tregu për momentin, ndërsa dua të ditë se cilat janë ato gruponsha që janë të interesuara për të përfshirë sa më tepër në një zhvillim koreografik, jo vetëm për ta ditur nga ana profesionale, sepse nuk i dihet çfarë ju ofron dëshira apo mundësia e tyre nesër, por edhe për ta ditur për dëshirën e tyre. Cila është gruponsha më e interesuar? Madomendja adoleshentët, të rinjt në hapat e parë të
kësaj karriere? Mosha është mosha që vjen gjithmonë trokisin ke xhame, është mosha 10 deri 20 vjeç. Ja, po duke dalë nga kjo moshë deri në Edhe kanë shumë dëshirat edhe ato edhe pse jo mos investosh ke ajo grup mosh. Se ajo vjen gjithmonë në zhvillim, fillo e merr ashtu siç duhet. Jo të fillosh 20 vjeç edhe çfarë do marrësh. Edhe ditur që do filloj 2-3 muaj dhe do ta lej koreografinë, nuk e përballon dot. Shikoj duke ju referuar më tepër trendit të kohës, kursimeve rinore apo street dance, siç përmendëm pak më parë, është e kohë të pyes nëse ka të rinj të cilët shkojnë drejt altarit dhe duan të mësojnë ndonjë kursim që qëndron më tepër afër tradicionales apo kursimeve të dasmave, të martesave, ëh? Bëhet fjalë për tilla apo? Jo, nuk është që jam i atyre rrymave. Unë më pëlqej shumë, nuk është që kam mbaruar për të përgjithshme, shkollën e përgjithshme të baletit edhe që se normalisht baleti është baza, shkolla është baza, por unë profili im është vetëm modernja, e ul kokën, punoj fort aty dhe që të dalë sa më mirë aty. Kurse ka kurse tjera që këtu poshtë nuk ketë, ka kurse që japin ja sugjeroj. Po. Çfarë tipi të dukem shumë, çfarë do më mësosh sot mua të kërcej, çfarë më përshtatet? Unë do më mësoj pak swag. Çfarë ishte kjo? Janë disa lëvizje të kohës, shumë tip Justin Bieber style, tip Chris Brown. Më kupton? Do mundohem ja 2-3 lëvizje që ti mësosh, po tani vetëm mos u pre fare se disa lëvizje thjeshta do t'ja. E pesa u përpoqja, ishte shumë e lotshme. Rëndësi ka që këshillat i morëm, disa ushtrime i praktikuam dhe ne këtu në studio, plus ti kishe bërë dhe atje, a? Kisha tentuar të paktën le të them, ishte shumë interesante. Rëndësi ka që ka gjithmonë një gjë ka gjithmonë një herë të parë. Patjetër, sa mirë që të rinë duke janë të interesuar vetëm për palestrën, por gjithashtu edhe për të mësuar se si të kërcejmë, po, për kërcimin. Është ja vlen, ndoshta sepse edhe ajo fundit është një ushtrim fizik edhe është diçka që të mban edhe trupin në formë, patjetër. Ne do të shkëputemi nga ky material për të shkuar tek era i strefi dhe ledri vulat. Shumë pjesë? Shumë pjesë, normalisht nuk kishte se si t'ishte diçka tjetër. E gjëm. Je shumë i mirë, po je shumë pes Konkreti mu, I can't resist But I'ma forget that you ever existed Me love the way you play this Je shumë i mirë, po je shumë pes Konkreti mu, I can't resist But I'ma forget that you ever existed Ma e kitë po vesin kusho qajt e t'slabek Gjam, aromajt i foli me dort majt edhe hajt Se une nuk e du nëse I don't për një nat, yo I'm not the kind, yo Nëse do me kone, yo, gjama s'pari be mine Don't be out of time, an eye for an eye Mësë me tonight Tu që t'ki ku fitit të stoj there in sky Si me mund me dure u kështu që bye, 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 bye Njekom ti hajde, prekom ti Diqa ti vetëm, veç vetëm tu mos foj Dekom na dekom Se pe këthe në kryt dhe i pare s'keto mi lëshu syt Se pe këthe në kryt dhe i pare s'keto mi ngull syt Me love the way you play this Je shumë i mirë, po je shumë pes Konkreti mu, I can't resist But I'ma forget that you ever existed Me love the way you play this Je shumë i mirë, po je shumë pes Konkreti mu, I can't resist But I'ma forget that you ever existed Hajde rëziko Mës analizo Mës në shiguën edhe syt Mës i rotullo Kjo vajza po dë me dojë problemin I qënë e njo Yes, I'm a bastard Edhe ti pak nasty Kur jena me një një tjetin të do kom fantastic Se jena real e jo plastic Nëse ju sot nesër kom në ndohë that's it Yeah Hajde pak ma kënej Se qa e të hup nuk I ide Se një si unë së në gjenë Mos u shtimet njek se vet me Really, ti po t'foja ma e mirë Gabimin e pare bone ka penis japi fillime Pret, pagi me prit gat Jom si dherë që ka me të që rak, tak Njekom ti, hajde prekom ti
ti prekom diçka ti vetëm veç vetëm të mos voj dekëm na dekëm Se pe këthe në gjyrdej pare s'keto mi lëshu syt Se pe këthe në gjyrdej pare s'keto mi ngull syt Me love the way playing this